nga Enesi ibn Maliku transmetohet se një djalë, Roba Qeps, e ftoi të dërguarin e Allahut, pa që qonë mbi të për një ushqim që kishte përgatitur. Enesi i tha: "Unë shkova te i dërguari i Allahut në atë darkë, atij afruan buk elbi dhe një lëng mishi ku kishte kungull." Enesi tregon: "E pash profetin duke zgjedhur pjesët e kungullit rreth enës, sepse e donte kungullin. Që nga ajo ditë unë e dua kungullin, për shkak se e donte i dërguari i Allahut." Nëse Enesi e donte kungullin për shkak se atë e donte profeti, a thua çfarë dashurie ka pas ndaj profetit? Mund ta imagjinoni këtë dashuri e cila shkon aq larg sa që edhe shija ndaj ushqimit e përshtat me shijen e profetit. Sallallahu alaihi wasallam. Mund ta paraftironi një dashuri që përcjell të dashurin edhe në përzgjedhje të ushqimit. A thua në gjërat më të mëdha si do ta përcjellte? La ilaha illallah. Ky hadith edhe ky shkrim i im në lidhje me këtë hadith ka të bëjë me dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë që i lexova, më duhet i lexova edhe tash i dëgjova edhe një herë. Për arsye se unë mendoj që dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të kultivohet në mënyrë vazhdueshme. Duhet të rrit në mënyrë vazhdueshme. Duhet me qenë pjesë e pandashme e ditës, jo pjesë e pandashme e muslimanit në jetën e tij, pjesë e pandashme e përditshmërisë. Përmes mësimeve që i marrim prej tij, përmes edukatës që mundohemi me marr prej edukatës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmes dashurisë që ka qenë pejgamberi më i zgjedhur, më i dashur i Allahut. Na kur dojmë pejgamberin sa e dim se Allahu e ka dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka dashur më shumë se çdo krijesë tjetër. Tash nëse marrëm në këtë aspekt, me dash çdo sen që e don Allahu, është pjesë normale e një muslimani. Me dash dikant që Allahu ka dashur më shumëti, atë çfarë dashurie duhet me qenë kjo. Për shembull surën Wadduha, e dini domosdoshmë kjo surë ka zbrit masi që është ndërprej një kohë shpallja ndaj pejgamberit. Ka filluar me zbrit shpalla, pejgamberi ka filluar me lidh me Zotin dhe pastaj është ndërprej. Dhe pejgamberi po është mërzit shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo me lexuar surën Wadduha, muslimani në realitet e kupton pozitën e pejgamberit të Allahut. Në shumë vende tjera, po që për shembull kjo surë që më kujtu tash këtë moment. Wadduha wal layli idha saja, pasha para ditën dhe pasha natën e cila mbulon çdo gjë. Unë ty qetësi të bukurat për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu nuk ta ka dhënë lëm të mirën, edhe nuk të kalon. Allahu nuk të kalon, pi drejtohet vetë pi thot pejgamberi direkt Allahu. Nuk je vetë. Nuk je vetë, e ki Allahu me vetë. Allahu për ja zbret e sigurinë, qetësinë pejgamberit që mos më mërzit. Vërtet shumë emocional. Që mos më mërzit, pejgamberi mos më mërzit. Por këta si thotë wa ma qala. Arabisht, subhanallah, nëse tham unë ty, nuk të kalon filoni, tham wa ma qalak me k. Nuk të kalon ty i bjen. Nuk të kalon ty. Kurse Allah i thot pejgamberit wa ma qala, dhe i bjen kështu, nuk e kalon. Pa e përcaktu personin fjalë, pa e përcaktu individin. Pse ka thonë kështu? Ka thonë dietarët, Allahu sikur ka dëshmë thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ti në asnjë çast, kur je konën, kur ke ardhur Allahu ka qenë përgatitën tënde. Jo veç tash të momente. S'qysh të kalon fillim, çysh të ka përgatitur fillim, çashtu tash ka me qenë me ty masi të ka shpall. Jo nuk kalon ty tash që ndodhi që kjo nuk kalon ty, ka qenë me ty pe vazhdim, pe fillim. Për këtë arsye, Enesi radiallahu anhu tash paramenojë dikant që e pason dikant. Të na kena si shembull keq, dikush që e pason dikant. Çiko që më versi fillan artisti, ko qef me kallzu njëtë të pamje, mundresi ku filan artisti, ku filan aktori e kështu. Kjo vetë sahabe ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Derisa domethënë e ka kshir. Nëse ka hungur Enesi, nëse kungullin nuk i ka hungur Enesit, ka mos i ka hungur. Po e ka ndru shijen e vet për shkak të pejgamberit. A pejgamberi po don ka më hungur. Pse? Domthon çat shumë lidhje emocionale, dashurisë me pejgamberin sa që e ka ndruar dhe shijen e vet. Domthon kjo ka shumë shumë thjesht, më kon tepër personale kjo punë. Se s'ka të bëj kjo me rituale fetare. Po, a mu kjo e kallëzon ti çfarë ndjenje, çfarë lidhje të zemrës. E tash nëse një person është në gjendje kungullin, apetitin me ndryshu për shkak dashurisë ndaj pejgamberit, çka kish bëj për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Për këtë arsye sahabët e kanë pas shprehje shpesh kur e kanë thirrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, bi wa ummi anta ya rasul. O Zoti e filiofsh, baba nuk më shtrejt. Jo që ashtu i bë kurban. Po do më kallëzoj që nëse është dikush në këtë dynjë pe njerëz që është më shtetë baba e nona, po çat shumë ti ki vlerë mbi ta që unë ata dhe kurbani bëj për ty.